të jep Zoti, 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 Zoti. Kur të jep Zoti, 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 Zoti. Të dashur shikues, sot gjendemi në zemrën e Prishtinës, në një institucion të veçantë dhe me traditë të gjatë edukimi, Medresa Alaudin. Do të zbulojmë historinë, vlerët dhe sukseset e kësaj shkolle që prej dekadash formon jo vetëm nxënës, por personalitete me kulturë, moral dhe me dije. Pra vazhdojmë të shohim historinë e saj. Mirë se keni ardhur në shkollën tonë Medresën e Mesme Alaudin Prishtinës dhe na jepni hapësirë që t'ju flasim për medresën dhe për vizionin të ardhmen, të kaluarën dhe sukseset e medresës. Vizioni i Medresës Alaudin është të formoj individ të përgjegjshëm, i cili mbështetet në parimet fetare dhe jetën e tij e ndërlidh me në shoqëri, duke u mbështetur në këto parime, duke mbrojtur dinjitetin e vet fetar dhe kombëtar dhe njëkohësisht të di të integrohet me kohë në shoqërinë bashkëkohore dhe në rrethonat të cilat e rrethojnë çfarëdo kohë. Sfidat janë të ndryshme për ta drejtuar një institucion fetar, siç është Medreseja e Mesme Alaudin e Prishtinës, me dy palët e saj në Gjilan dhe Prizren, ndërtosht koha e shthurjes dhe kantandisjes së shoqërisë në aspektin e edukimit apo shurjes në rrugë devijante dhe t'i mbash nxënësit lidhur me parimet fetare, me mësimet fetare në këtë kohë është sfida vërtet. Ka sfidat e tjera, janë sfidat e plan programeve, sfidat kur i tërë arsenali rrjeteve sociale pothuajse vjen dhe keq përdoret për të shkatruar dhe gjeneruar rinin. Kur dihet se nxënësit tonë nxënës të moshës së adoleshencës. Sukseset që medresës që na bojnë krenar vazhdimisht ka të shumta suksese, por ndërto kisha me veçuar kalueshmërinë e nxënësve në testin e maturës në përgjithësi këto vite sa isha drejtori i shkollës. Pastaj në fund vitit të kaluar organizimin nga Këshilli drejtues i shkollës i nxënësve, gjithsesi Këshilli i nxënësve të shkollës që bën panajirin shkencor në lëndë natyrore, që nuk ka ndodhur asnjëherë ta bëjnë në forcat e veta, dhe pati sukses dhe patëm vizitorë në gjitha shkollave të mesme të Prishtinës, shkollave të filluara disave, mandej drejtorit të arsimit komunës Prishtinës dhe shumë miq dhe pati një honë të veçantë. Pastaj pjesëmarrja e nxënësve në konferenca të ndryshme ndërkombëtare të tipit mund që do thotë
imitimi Këshillit të Sigurimit, siç është pjesëmarrja në Fatih, në Gyn Goren e të tjera. Rregullat medrese faktikisht këtë është mbështetur mbi rregulla dhe disiplinë, por shoh që respektimi i kohës është pe atyre parimeve dhe kërkesave kryesore të fesë islame, dhe sikur në këto kohë kjo po has pak sa shumë në vështirësi respektimi i orarit, kohës. Mos ta përmeni çështja e uniformës që nuk është aq e rëndësishme, por në veçantë respektimi i kohës është sfidë si zbritja në prej konviktit në mësim, për ardha për shkollë, për shtëpisë në mësim, falja namazeve e kështu me radhë, është besoj një sfidë që duhet të tejkalohet me disiplinë dhe edukim. Arsyet fillimisht kanë qenë për ta zgjedhur medresën për të formuar një kuadër i cili do të udhëheqë të gjitha organizimet fetare. Tani për tani është më ndryshe. Nxënësit të zgjedhin medresën Alaudin dhe është një prej zgjedhjeve më të mira që mund të bëjnë kjo moshë sa i përket shkollimit mesëm, sepse medresën e bën të veçantë përveç që është e nivelit gjimnazit shoqëror gjuhësor, sikur gjitha gjimnazet shoqëror gjuhësore në vend dhe ka këtë nivel dhe këtë njohje nga Ministria e Arsimit, tani për tani është e vetmja shkollë e cila jep edhe mëson edhe kultivon dijen fetare. Lanë fetare, mbi të gjitha Kur'anin, fikun, akaidin, gjuhën arabe e të tjera, dhe medresen e bën prijatare për të gjithë për qenë primare për ta zgjedhur medresen. Madje, në këtë kohë, shumë prindër, madje edhe nxënës, për zgjedhjen medresen e Mesme Alaudin për shkaqe caktuara, për shkak të edukimit, disiplinës dhe rendit që ka shkolla, madje këto na kanë thonë edhe shumë prind, madje edhe nxënësit që janë aktualisht në medrese. Medresa Alaudin ka krijuar një traditë mbi 74 vjeçare, kemi në vitin e 75 të themelimit të saj, dhe thuajse është burimi i të gjitha medreseve të formuara në rajon, shqiptare dhe jo shqiptare. Është nga kjo medrese dolën kuadrat që themelun medresën Isabeu në Shkup, medresën e Noj Pazarit, pastaj medresën në Tuz dhe medresën në Presheu. Kështu që medreseja jonë është joshse, tërheqëse për atë që ofron në aspektin pedagogjik, në mësimdhënie dhe mësimdhënie. Dhe për ata është përzgjedhja më e dalluar. Atëherë faleminderit për hapësirën dhe për mundësinë që ne të paraqesëm diçka nga vlerat dhe virtytet që tenton të mbjellë në shoqërinë tonë shkolla jonë e çmueshme Medreseja Alaudin. Sigurisht në sfidat bashkëkohore në të cilat ne po jetojmë, njëra prej çështjeve që na preokupon dhe gjithmonë, si themi, mendojmë që të gjejmë zgjidhje dhe të ofrojmë alternativa të mira, është hyrja në skenën e edukimit edhe të rrjeteve sociale të asaj që ne po quajmë jetë e virtualitetit, kur bashkë me prindin në familje, bashkë me mësuesin në shkollë, bashkë me profesorin në shkollimin e mesëm ose profesorin ligjërues në fakultet, hisedar ose pjesëmarrës në edukimin, orientimin ose edhe që në çorientimin e shoqërisë ndikojnë edhe rrjetet sociale, ndikojnë pra edhe ato që ne po e quajmë, atë që po e quajmë jetë virtuale. Në një sfidë të tillë e llogarisëm që
përgatitja profesionale, përgatitja pedagogjike, edukative e mësimdhënësit është thelbësore për të dhënë frytet e duhura në fushën e edukimit. Natyrisht që në brezat e kaluar, besoj që sfida e edukimit ka qenë në një nivel më të ulët dhe ka qenë më i lehtë misioni i edukimit, sepse mësuesit e kanë pas hapësirën e lirë që të edukojnë, mekanizmat i kanë pas të gjithë në dorë të tyre dhe pjesëmarrës në orientimin e shoqërisë nuk kanë qenë gjithë ata faktorë tjerë që sot faktikisht dëshirojnë ta që orientojnë rinin tonë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për neve ka qenë shëmbëltyra më e mirë që ka munduar ose ka bërë përpjekje që secilit njeri t'ja ofrojnë një lloj dritarje nëpërmes të cilës do duaj ai të shërbënte fesë së Zotit të Madhëshëm, duke i orientuar sahabët e tij në profilet e tyre. Besoj që edhe ne si edukatorë sot mundohemi që në kohën e rrjeteve sociale dhe sfidave të teknologjisë, si sfida nëse i shohim në kuptimin vetëm negativ, besoj që është pikpamje e gabuar, sepse mujmë edhe këto mekanizma dhe instrumente të përdoren edhe për përhapjen e dukurive pozitive, përhapjen e virtyteve të larta në shoqëri, edhe thirrjes islame në përgjithësi që të gjej vesh që dëgjojnë dhe shpirtra që i absorbojnë porositë e Zotit të Madhëshëm. Këtu mësojmë shkencat islame, kujtoj shkencërisht, dhe me që shkencërisht i mësojmë shkencat islame bazuar në Kur'anin dhe Sunetin pejgamberik, atëherë dhe lëndët tona dhe Kur'ani dhe Suneti pejgamberik përfshin shkencat e mirëfillta të shkencave të tjera shoqërore apo të aspekteve të tjera. Prandaj, kur mësojmë si do të Kur'anin dhe Sunetin pejgamberik, atëherë arrim të kuptojmë dhe më shumë shkencat e tjera, të natyrave të tjera, të cilat flasin për moralin e njeriut, flasin për aspektet çështjeve që lidhen me mirësjelljen tonë, me edukatën tonë, që është dhe ndër çështjet kryesore apo thirrjet kryesore që urdhëron Kurani dhe Suneti pejgamberik. Cili prej neve duhet të ishte ose do duhet të ishte më i stresuar në qoftë se do ta mbanim një ditë testin në një klasë? Besoj që ka arsye nxënësi shumë që të jetë i stresuar, sepse nga testit që po hyn ai në një farforme ngajtes varet edhe suksesi i tij semestrit ose dhe vitit shkollor, por një stres jo të vogël duhet ta bartë besoj edhe si breng edhe profesori, sepse nga ai sukses që e shënojnë nxënësit në fakt do duhet të krenojë me të edhe një mësimdhënës. S'po flas për atë brengin ose stresin që do duhet ta kishte një profesor kur pranë vete ka nxënës që nuk janë ata që mirë kuptojnë natyrën e proceset edukative, pra ata që mundohen të kopjojnë ose që të marrin informata në formë jo të lehtëshme, sepse obligimi jonë nuk është që të ndalojmë ata së kopjuari, po që t'ja mbushim mendjen që kopjimi dhe marrja informata në mënyrë jo të rregullt përbën një shkelje morale, etike dhe pedagogjike, edhe ne si muslimanë, edhe ne si mësimdhënës të lëndëve fetare, natyrisht që bëjmë tentativën tonë, përpjekjen tonë që t'u mbjellim këto vlera atyre. Dy partë jemi të stresuar gjatë testit, por besoj nxënësit duhet jenë pak më shumë se sa ne. Po, fillimisht para se me ardh në medrese, kam dëgju për medresën, edhe më ka bu përshtypja në mënyrë se për fjalët e medresës si kanë full, edhe për këtë arsye kam zgjedhur medresën të ditë edhe se çfarë kushte ofron medresia për me mbajtur mësimin e nxënës. Për shoqërinë mendoj që lidhet shumë ngushtë me të, shkaku edhe i konviktit, edhe kohës që i kalojnë bashkë, jena si vëllezër. Spori shkolla jonë ka edhe konviktin edhe me në zakon ofron neve ushqim, do me thonë mëngjes, drekë dhe darkë. Pastaj specifike shkollës sonë është edhe studimi ku mbahet në klasë. Kemi edhe sallën e leximit, sallën e sportit, kabinetin e teknologjisë, të cilët na ofrojnë kushte mjaft të shkëlqyeshme për me mbajtur mësim.
Malkam Ademi, vi nga Presheva, edhe arsyeja pse unë kam zgjedhur medresën është për shkak të landeve fetare, për shkak të stafit shumë të përgatitur si nga aspekti i landeve shkencore, ashtu edhe nga landet fetare, po ashtu për shkak të kushteve të mira që ofrohen në konvikt edhe disiplinës që është trashëguar me vite që nga themelimi i kësaj medreseje. Ne si familje kemi pas një traditë familjare medresën, edhe babai im është qenë këtu, ai ma ka sugjeruar medresën si shkollë, edhe paka shumë medreseja e ka përmbushur të gjitha pritshmëritë që ka pas ndaj saj. Një gjë specifike që ne patjetër që i kushtojmë rëndësi është se profesorët i kanë përmbushur të gjitha pritshmëritë tona, madje e kanë ofruar një mjedis shumë të bukur, ku kemi gjetë një familjarizim këtu, edhe vetë shoqënia dhe vllaznillëku, i cili promovohet nga vetë vlerat islame, është një dhuratë e madhe që nuk mund të gjendet në shkollat e tjera. Medreseja ka edhe një sistem, si në programin shkollor, po ashtu edhe pas saj, gjithmonë duke u munduar që të përmbushim vlerat islame edhe që të qëndrojmë në parimet e saj. Prej elementeve dhe faktorëve të ndryshëm që janë të dobishëm për muslimanin që në jetën praktike të jetë i suksesshëm, preferojmë devotshmërinë në kuadër të mësimeve islame, për shkak se devotshmëria llogaritet nga të gjithë dietarët e shkencave islame që është qelësi i suksesit. Pastaj pjesë e mundësisë së suksesit të një muslimani është edhe përkushtimi në vepra të mira, angazhimin në punë të dobishme, të cilat janë të fitimprurëse edhe për individin edhe për shoqërinë. Pastaj llogarisim që është edhe durimi edhe përkushtimi i asaj e cila është ndërlidhse me jetën praktike të muslimanit. Pjesë e suksesit të muslimanëve ose të suksesit të një muslimani për jetën praktike mund të llogaritet edhe largimi nga veset e këqija, largimi nga dukuritë negative, të cilat e dëmtojnë jetën e përditshme të muslimanit. Kështu që muslimani kur është i mbështetur në Zotin, dëshmon veten e tij se zbaton praktik mësimet islame, duke e dëshmuar veten e tij se është i drejtë, interesohet për dertët dhe shqetësimet e muslimanëve të tjerë, atëherë mbështetja në Zotin edhe në ofrimin e suksesit vlerësojmë që asnjëherë nuk do të mungojë. Themelimit medresesë Mesme Alaudin, ku mbajtëm në këtu një takim të rëndësishëm dhe një manifestim, mori pjesë edhe kryeministri i Republikës së Kosovës dhe përfaqësuesi i presidentës së Kosovës, i cili solli medaljen presidenciale të meritave të cilën e ka dhënë presidenti Vjosa Osmani për medresën Mesme Alaudin. Ja, kjo është medalja për kontributin e medresesë në formimin dhe edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të ndryshme për rreth 70 vite. Dhe teksti i kësaj medalje është atje, si po shihni atë këndin e kundërt atje. Dhe kjo është një mirënjohje më e lartë që ju kanë dhënë ndonjëherë institucionit tonë, gjithsesi medresës Mesme Alaudin. Posa asaj, këtu kemi një certifikat e cila përfaqëson gjithsesi pasqyron grupin ton vullnetar të vajzave, nxënësve të medresës Mesme Alaudin për rreth 70 vajzave, të cilat ndihmuan zonjën Arbnora Fejza Idrizi për ta punuar flamurin më të madh kombëtar me stilin origami. Dhe ai flamur ka qenë aq i madh sa që do të fusha sportive e Jonja, që është këtu salla sportive, nuk e ka zonë të prezentohet këtu, por është prezentuar në Skenderaj. Dhe me këtë rast, medreseja Alaudin dhe grupi vullnetarëve të medresesë figuron në librin e Guinnessit. Ky është teksti i certifikatës. Dhe kjo është certifikat origjinale. Paraprakisht mbajtja e testeve dhe vlerësimi i nxënësve për neve është sfidë. Dhe tërë kontributi jonë dhe kriteret tona janë për të formuar nxënësit dhe për të krijuar përvojën e punës dhe formimin e nxënësve në sferat të ndryshme profesionale dhe të ndërtimit tyre në aspektin edukativ dhe moral dhe të mirësjelljes tyre. Dhe në këtë kuadër hyn dhe testet, kur testet mbahen në rregull, sigurisht edhe vlerësimi tyre me qetësinë maksimale, modestinë tonë të përafërt me nxënësit që mundohemi ta bëjmë secili prej nesh,
atëherë mendoj që ndikon shumë në formimin e tyre. Në të njëjtin kohë, për të kthyer në aspektet e tjera, kur flasim për çështjen e testeve, është mos të them natyrshmëri e nxënësve që në çfarëdo moshe që mund të jenë ata, kur të zhvillojnë një test, jo vetëm nxënësit sot në këtë moshë, po edhe ne sot që mund të zhvillojmë një testim qoftë në cilësinë e mësimdhënësit ose të nxënësit, është në natyrën e kërkesës për të zhvilluar një bashkëpunim të mundshëm, ose kërkesën tek mësimdhënësi për të bërë një sqarrim të një pyetje, në aspektin për të tentuar për të nxjerrë ndonjë nga përgjigja e mundshme të ngjashme. Përndryshe, zhvillimi i testeve ka natyrën e ndonjëherë edhe të përveç kërkesës së nxënësve për pyetjet që bëjnë në bashkëpunim me mësimdhënësit, edhe të kërkesës mundshme për të ose tentimit mundshëm për të bashkëpunuar me këtë gjë. Mendoj se në kërkesat e gjeneratave që i kemi përpara vetes, adoleshenca kërkon dhe lejon dëftimin e rrugës drejt përgjigjeve të duhura nga mësimdhënësi, gjë e cila është e mirëpritur për anës së nxënësve. Kësaj radhe përgjigjen po e jap në përputhshmëri me pyetjen se nganjëherë në rastis që të shkojmë klasë dhe është periudha e notimit, edhe kuptohet që çdo herë është obligimi mësimdhënësit që t'ju jap rast për me u notu nxënësit të cilët janë më të përgatitur, dhe pyesim pyetjen e zakonshme se ku a ka vullnetar në këtë orë për me u notu. Edhe ka raste kur nxënësit përderisa nuk janë të përgatitur, e ulin kokën poshtë dhe në këso raste për me i inkuraju dhe me i motivu në cilësi të shakas, u them se jo të gjithëve nuk mundem ju pyet sot, mirë po është obligimi ju jemi dhanë rast tjetrit, jo vetëm ti më u pyet i pari para të gjithëve të tjerëve, edhe ata relaksohen, qeshin, edhe kështu ju dhajmë në rast atyre edhe në cilësi të edukimit ose këshillimit, po ashtu edhe të qortimit që herave të tjera ata të jenë të përgatitur. Tash së fundi kemi filluar që mas e një vit e gjysmë të i botojmë dhe ribotojmë librat apo tekstet shkollore për plan programin e shkollës tonë në format dizajn tjetër. Jemi për herë të parë duke i dizajnuar me një dizajn që quhet InDesign, posa saj janë botimet të veçanta, janë me ngjyra të ilustruara dhe të realizuara ashtu që ka kërkuar komisionit cilën kam themeluar një komision për ribotimin dhe botimin e teksteve të shkollës. Kjo është për shembull fiku 1, i cili është botuar këtë vit. Pastaj kemi fikun 2, i cili është një dizajn i shkëlqyeshëm, dhe libri është ky libri i 4 me radhë me ngjyra. Pastaj është Daveja, edhe ky është një libër i ri ribotim, por krejt në një dizajn tjetër dhe format tjetër. Akaidi 2, ky është gjithashtu, këtë vit është ribotu dhe në këtë formë është botimi i parë, kurse në vitin e kaluar është botuar edhe Akaidi 3 dhe më herët është botuar me ngjyra edhe Tezvidi. Kështu që ndihem mjaft i përmbushur në veten time që kam arrit të fillojmë një punë që po duket se e ka thyer atë monotoninë e teksteve monotone të vjetra, pa ngjyra, pa shihesh jo të duhur, gjithsesi shihen se kanë pasur të duhur e tash krejtësisht po prej nxënësve po pranohen më ndryshe. Besoj që gjeneratat e ardhshme, drejtori i ardhshëm, gjithë ata do ta shtyjnë edhe më tutje sepse ka çka të punojnë dhe kanë për çka të punojnë. I falenderoj edhe profesorët që kanë punuar, edhe bashkëpunëtorët e mi në përgjithësi, por veçanti këtë rast falenderoj Kryesinë e Bashkisë Islame, e cila na kanë ndihmuar me pjesën e mjetëve që na kanë dashur spaku për të shtypur këtu.
Hasan Gashi, unë punoj që 40 vite këtu, si kuzhinjer për fillimit. Këtu jam krenar me këtë punë që e bëj, kisha dhe këtu në nxancave, edhe këtu përgatitem gjella tradicionale të gjitha. Këtu filluve për pasullit, për gullashit, musakut, lakra, specave, gjithave ushqime tradicionale. Nxancat janë kënaqur, diçka s'kemi pas kur të lashëm me helmi me diçka tjera, të ka qenë gjithçka në rregull, edhe deri me tani kemi kalu shumë mirë. Tani jemi në katin e tretë në konviktin e medresës së mesme Alaudin Prishtinë. Këto në konvikt banojnë afërsisht 120 nxënës. Kushtet apo shërbimet e konviktit janë shërbime në kualitetin më të lartë, pasi që konvikti është rënuar në vitin e fundit, dhe të gjitha dhomat, të gjitha gjërat e cilat janë të nevojshme për nxënësit janë të reja, dhe ofrohet shërbim 24 orë, 7 ditë në javë, dhe gjatë gjithë kësaj kohe nxënësit janë në mbikëqyrje, në kontroll, në ndihmë dhe mbështetjen e stafit profesional të edukatorëve, të cilët me ndërrime të ndryshme, të cilët vazhdimisht ju ndihmojnë dhe mbështetin nxënësit për pjesën e përgatitjes profesionale, edukative, fetare, kulturore dhe të aktiviteteve të ndryshme sportive, të menaxhimit të procesit të jetës së tyre, në mënyrë që të ofrojnë dhe të përgatitin një kuadër më të mirën për familjen e tij, për rrethin e tij dhe për vendin tonë. Andaj, medresja përveç që ofron një kualitet të lartë të procesit të mësimdhënies, ofron dhe shërbime të rëndësishme të banimit në mënyrë që të lehtësoj avancimin profesional, kulturor, edukativ, fetar të nxënësve, të rinisë tonë, të ardhmes tonë, në mënyrë që të shërbejnë vetvetes së tyre fillimisht, pasandaj familjeve të tyre dhe kështu të shërbejnë vendit tonë me shpresë që krejt kjo të llogaritet sevap dhe shpërblim për të gjithë ata të cilët kontribuojnë në forma të ndryshme, qoftë natyrë shpirtërore, materiale dhe profesionale, e që ndoshta merita kryesore këtë është dhe falëndrimin kryesor që duhet m'ia bë është stafit edukativ arsimor, atyre të cilët i shërbejnë në aspektin administrativ, punëtorëve teknik, mirëkuptimit dhe besimit të prindërve që na ofrojnë fëmijët e tyre që ne të edukojmë për të ardhmen e tyre, kështu që lutim Zotin të na mundsoj të bashkëpunojmë së bashku dhe të përgatitim një të ardhme sa më të mirë dhe të ndryshme për vendin tonë. Kur të jep Zoti, 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 kur të jep Zoti, 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 Zoti.